Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk me një recetë supe tjetër. Kam vendosur që supa që përgatis për veten time dua t'ju apostoj edhe juve. Është një recetë që është plot vitamina dhe sidomos në këtë periudhë që ne po kalojmë tani, periudhë virozash, plus që kemi edhe periudhën e dimrit që supat konsumohen edhe më shumë. Tani do fillojmë ta përgatisim. Vendosim tenxhere në zjarr, ku aty do të hedhim karotën, patate, qepën e kuqe, selinon, specin e kuq, vendosim thjerrzat e kuqe, ku më përpara unë i kam larë, dhe ato janë ngjitur karmarat e lagëshirën dhe mezisa dalin, siç e shihni, vajin e ullirit, do të vendosim edhe ujin. Ujin e kam vendosur të ftohtë, edhe ashtu vendoseni. E tregojmë pak, do të vendosim edhe gjinxherin. Unë nuk kam përdorur shumë gjinxher, kam bën pak me të drejtën, po ju mund të vendosni pak më shumë si pas shijes suaj. I vendosim kapakun dhe do e lëm të ziejë nga momenti i fillimit të zjerjes 10 minuta. Vendosim dhe lugën që mos na derdhet gjatë zjerjes supa. Si që shifni, ajo nuk e lejon, luga nuk e lejon që të derdhet supa gjatë zjerjes. Do e vini në një zjarr mesatar. I vendosim një knor pule ose perimesh si ju të dëshironi. Mua më pëlqen pule, kam theksuar dhe më përpara, pak piper të zi, pak spec djegës, kurkuma, krip, rigon. I përzim bashk dhe të shohim tani se sa na ka zjerë perimet. Shohim specin, na ka zjerë, piroj ngullet shumë mirë, gjithashtu edhe patatja, edhe karota. Tani do t'i bluaj me blender. Do të vendosim disa degësa kopre për të thyer atë aromën e specit dhe jep dhe një shije të lehtë. E bluajmë derisa të përfitojmë atë masën kremozo. E kemi përfituar dhe masën kremozo, perimet na janë grirë plotësisht, dhe tani do e lëm për disa sekonda sa të marrë atë valën. E heqim nga zjarri për ta vendosur në supierën përkatëse. Ja ku e kemi gati për ta servirur. Është një recetë bombë në vitamina. Është një depo plot me vitamina. Mos e lini pa e bërë këtë recetë. Unë do postoj dhe recetat të tjera të supës, sepse supën e kam të përditshme në tavolinën time. Ja ku e kemi gati, do t'i vendosim edhe një degës mente, e kam marrë nga vazua, për dekoracion, dhe ja ku e kemi supën, ju bëf të mirë. Faleminderit që ndiqni videot e mia dhe miru takofshim në videot e radhës.